Prokuroria ka kërkuar dënimin maksimal me burgim të përjetshëm për Naim Murseli si dhe për dy të bashk akuzuarit Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla, të cilët akuzohen për përfshirje në vrasjen e rënd të Liridona Ademaj. Sipas prokurores së çështjes, të shprovuar se Murseli ka pasur rol kyç në organizimin dhe planifikimin e krimit, duke stimuluar një grabitje për të fshehur motivin e vërtet, që sipas akuzës lidhet me përfitimet financiare apo motive të tjera personale. Në seancën e theksuar se ekzekutimi i viktimës është shkruar nga Granit Plava, i cili dyshohet se ka përdorur një armë të sigurisë përmes Murselit, ndërkohë Kushtrim Kokalla akuzohet se ka ndërmjetësuar në sigurinë e armës dhe në lidhjen mes personave të përfshirë në këtë ngjarje kriminale. Prokuroria argumenton se mënyra e organizimit të vrasjes, sjellja e pandehurve pas krimit dhe përpjekje për të manipuluar opinionin publik e rëndoi ndjeshëm pozitën e tyre ligjore, duke justifikuar kërkesën për dënimin më të rëndë të parashikuar nga ligji për veprën penale, vrasje e rëndë. Në mbështetje të akuzës janë paraqitur dhe dëshmi të ndjeshme përfshirë deklarimin e fëmijëve të mitur që ndodheshin në vendngjarje. Sipas prokurores, dëshmitë e tyre janë marrë në prani të psikologëve dhe përshkruajnë momentet të krimit duke hedhur drejt mbi mënyrën e ekzekutimit. Hajduti futi dorën dhe i bëri Mamit bam duke nënkuptuar nxjerrjen e armës dhe plumbat që u drejtuan në nënës së tij. Prokuroria e konsideroi një krim makabër, ndërsa theksoi se fëmijët të refuzojnë thirrje telefonike të mundsuara nga qendra për punë sociale në Suedi për të kontaktuar me të atin Naim Murselin. Po ashtu familjarët e viktimës kanë dhënë dëshmi që sipas akuzës përforcojnë versionin e prokurorisë për rolin aktiv të Murselit në ngjarje, ndërkohë gjykata pritet të marrë vendimin përfundimtar pas shqyrtimit të plotë të provave dhe pretendimeve të palëve.